Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. Le të shohim fillimisht së bashku disa nga ngjarjet kryesore të ditës. Një gjykatës federal urdhëroi Agjencitë e Sigurisë të Administratës Trump të ruajnë mesazhet e dërguara në sinjal. Gjyqtari i mori vendimin pasi u zbulua se bisedat kishin të bënin me planet e luftës. Urdhri i detyron administratën Trump të paraqesë një raport për të shpjeguar hapat që agjencitë po ndërmerrnin për të ruajtur mesazhet. Ligji amerikan kërkon që mesazhet e klasifikuara të ruhen, por zyrtarët e Trump kanë mohuar të kenë ndarë mesazhe të tilla. Një gjykatës federale urdhëroi agjencitë kryesore të administratës së Donald Trump që të ruajnë mesazhet e dërguara në Signal nga data 11 deri më 15 mars. Gjyqtari James Boasberg e mori vendimin pasi u zbulua se zyrtarët e kabinetit po diskutonin planet e luftës në Signal, një aplikacion që ka opsionin për t'i fshirë mesazhet pas një periudhe të caktuar kohore. Departamenti i Drejtësisë tha se administrata tashmë po punon për të gjurmuar dhe ruajtur tekstet në Signal të asaj periudhe. Urdhri i përkohshëm udhëzon gjithashtu administratën që të paraqesë një raport të hënën shoqëruar me deklaratat e zyrtarëve qeveritar, duke shpjeguar hapat që agjencitë po marrin për të ruajtur mesazhet. Një organizatë mbikëqyrëse jo fitimprurse, American Oversight, bëri kërkesën për të ruajtur tekstet, në të cilat zyrtarë të lartë të sigurisë kombëtare diskutuan detajet të ndjeshme të planeve për një sulm ushtarak të SBA kundër rebelëve Huthi të Yemenit. Mesazhet e klasifikuara sipas ligjit amerikan duhet të ruhen dhe jo të fshihen siç është opsioni në Signal. Media The Atlantic publikoi të gjithë bisedën e Signal të mërkurën. Kryeredaktori i saj Jeffrey Goldberg u fut gabimisht në grupin që përfshinte sekretarin e mbrojtjes Pete Hegseth dhe zyrtar të tjerë të lartë amerikan. Ai që e futi gazetarin në grup dyshohet se ishte një punonjës i këshilltarit të sigurisë Mike Waltz. Presidenti Donald Trump shprehon mbështetjen e plotë për ekipin e tij të sigurisë edhe pas skandalit. Trump dhe administrata e tij kanë akuzuar Goldberg dhe The Atlantic se tridhojnë histori, teksa mesazhet e ndara në Signal nuk i kanë cilësuar në asnjë moment si informacion të klasifikuar. Amerikanët rikthehen në SPAK zyrtarët e OBDAT, të cilët kanë asistuar strukturën e posaçme antikorrupsion që prej krijimit të saj janë riparë në mjediset e prokurorisë së posaçme. Zyrtarët e misionit amerikan që mbështesin drejtësinë shqiptare ishin larguar disa muaj më parë pas vendimit të presidentit Trump për pezullimin e fondeve të USAID. Ekspertët amerikanë që kanë asistuar pranë prokurorisë së posaçme janë rikthyer sërish në këtë institucion pas pezullimit më 20 janar me vendim të administratës së presidentit amerikan Donald Trump. Mësohet se para ditën e tejntes, ata janë rikthyer në prokurorinë e posaçme dhe janë të njëjtët persona që kanë qenë edhe para hyrjes në fuqi të urdhrit të pezullimit. Bëhet fjalë për një prokuror zyra e të cilit gjendet në prokurorinë e posaçme, por edhe ekspert të zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfshi dhe ekspertë të FBI-t, të cilët asistojnë strukturën e drejtësisë në Shqipëri me trajnime, ekspertizë ligjore, por edhe mbështetje logjistike. Por nga ana tjetër, as prokuroria e posaçme, por as ambasada amerikane në Tiranë, zyrtarisht nuk ka dhënë ende një informacion dhe mbi çfarë vendimi është bërë rikthimi i tyre në Shqipëri. OBDAT është një program i Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i krijuar për të asistuar në vendet partnere në forcimin e sistemeve të tyre të drejtësisë. Ky program fokusohet në trajnimin e prokurorëve, gjyqtarëve dhe agjencive ligjzbatuese për të luftuar krimin e organizuar apo dhe terrorizmin. Në Shqipëri OBDAT ka bashkëpunuar ngushtë me institucionet vendase për të përmirësuar kapacitetet e tyre në hetimin dhe ndjekjen penale të korrupsionit, krimit të organizuar e gjithashtu edhe në zbatimin e reformës në drejtësi. Sali Berisha ka qenë i pari ai që ka reaguar duke thënë se rikthimi i amerikanëve nuk është mbështetje për SPAK, por për luftën ndaj korrupsionit. Berisha si gjithmonë nuk nguroi ta sfidojë edhe ligjin. Tashmë që TikTok është mbyllur, doktori thotë se vazhdon ta ndjek me VPN dhe e fton edhe të rinjt të ndjekin rrugën e tij. Pasi mësoi rikthimin e amerikanëve në SPAK, Berisha nxori nga sirtari planin e fundit dhe të vetëm të tij, reformimin e institucionit sipas dëshirës së vet. Lëvizjet e impasnjshme nga administrata e re e Trump kanë mbyllur përfundimisht shpresat e doktorit se situata për të mund të ndryshonte, si në Washington edhe në Tiranë. Tani ai thot se do kërkojë ndihmën e Komisionit Venecias, por në fakt ato që i duhen janë votat e kundërshtarit të tij, Edi Ramës. Dhe po të pyesësh reforma, çfarë reforme? Reformë që u mohon shqiptarëve të drejtë në procesit ligjor.
Kina komuniste dënon më shumë se çdo vend tjetër dhe dënimet më të rrepta se çdo vend tjetër për korrupsion. Po këta prokurorë dënojnë politikisht. Pse sjell këtë shembull unë? E sjell të shembull se shqiptarët kanë nevojë urgjente për një reformë me Komisionin e Venecias për një rireformim të këtij sistemi. Berisha sulmoi SPAK dhe ndonë se nuk mohon rikthimin e zyrtarëve amerikan, ai beson se Donald Trump nuk e mbështet prokurorin, që po heton adhuruesin e tij në Tiranë. Unë nuk besoj kurrë se presidenti Donald Trump, që po atakon me forcën më të madhe, pikërisht shndrimin e drejtësisë në armë politike, mund të mbështet një gjë të tillë. Jo. Kur ai nuk e mbështet. Por problemi kryesor që ka Berisha është ligji, dhe ai si gjithmonë nuk nguron ta sfidojë atë, qoftë kur është vendim gjykate, qoftë kur është vendim qeverie, si ai për mbylljen e TikTok. Kjo imja është në rregull. Sepse unë kam shkarkuar një dhe ai e përmbush funksionin. I ftoj të gjithë të rit të shkarkojnë VPN-n dhe të vazhdojmë betejën tonë kundër censurës, në radhë parë kundër censurës. Por rrjeti social TikTok në vendin tonë është mbyllur dhe nga mbrëmja e së mërkurës asnjë përdorues nga Shqipëria nuk mund të operojë në këtë platformë përmes celularit apo tabletit dhe brenda pak ditësh do të hiqet edhe aksesi edhe përmes wirelessit. Ekspertët paralajmërojnë qytetarët që mos përdorin VPN që shkarkojnë falas pasi rrezikojnë të bien prej hakerave që vjedhin të dhënat personale. Qytetarët shqiptar nuk mund ta përdorin më rrjetin social TikTok në celularët e tyre. Bëhet fjalë për përdoruesit që aksesojnë këtë platformë përmes internetit të ofruar nga operatorët telefonik. Nuk e kemi të mundur që TikToku të aksesohet nëpërmjet telefonave, smartfonave, tabletave. Kjo për që në realisht është vetëm faza e parë e mbylljes në 100% të aksesit të TikTokut në të gjithë territorin e Republikës Shqipërisë. Megjithatë, TikTok është ende i aksesueshëm duke përdorur rrjetet wireless ose e thënë ndryshe me internetin toksor, me të cilën lidhemi me Wi-Fi. Por sipas autoritetit kombëtar për sigurinë kibernetike, shumë shpejt do të bllokohet edhe ky shërbim. Në këtë moment ne po punojmë edhe me operatorët e ofrimit të shërbimeve të internetit, po ashtu edhe me autoritetet rregullator të fushës të komunikimeve elektronike dhe postare, në bashkëpunim shumë të ngushtë me të gjithë operatorët për të implementuar masa teknike për fazën e dytë që të bëjmë të mundur këtë mbylljen e plotë të aksesit. Për ata që duan të aksesojnë këtë platformë, ka një tjetër mundësi se si të kenë sërish TikTok në celularët e tyre, duke përdorur VPN ose një mënyrë aksesi në internet nga jashtë Shqipërisë. Përdorimi i VPN-ëve, Virtual Personal Network, po ti themi emrin e plot, bën maskon trafikun, inkripton trafikun dhe vendodhjen e personit që e përdor e jep në shtetin në të cilin ju jeni lidhur. Pra IP-ja publike nuk do jetë një IP publike shqiptare, por do jetë një vendi tjetër. Por kjo alternativë ka një sër rreziqesh. VPN-t falas janë një risk shumë i madh për sa i përket sigurisë së të dhënave. Duke instaluar një VPN falas, ti i jep mundësi që të japësh hapësirë një hakeri të bëj një instalim të një malware ose një spyware në telefonin në pajisjen tënde mobile. Çka do të thotë që me instalimin e VPN-s falas jemi shumë të rrezikuar për vjedhje të dhënash, për transferim të këtyre të dhënave në servera të tjerë. Instalimi i kësaj VPN-je falas mund të konsiderohet si instalimi një bombe në telefonin mobile e cila nuk i dihet se kur mund të shpërthejë dhe çfarë efekti mund të sjellë në vim. Por cilat janë llojet e VPN-ve që po përdoren në Shqipëri? Nga ajo që unë kam lexuar ose kam parë në platformat forume shqiptare se çfarë përdorin shqiptarët, ato 3-4 VPN që po përdorin, janë të gjitha nga kompani shumë të njohura,
dhe shumë të sigurt. TikTok do të jetë i mbyllur në Shqipëri për një vit. Qeveria shqiptare është në komunikim të vazhdueshëm me kompaninë për vendosjen e disa filtrave në momentin kur platforma do të rihapet sërish. Një nga masat që është kërkuar për të implementuar kompanisë TikTok është edhe aplikimi i filtrave, të cilat bëjnë të mundur identifikimin e gjuhës shqipe në mënyrë që të ketë mundësi aplikacioni të identifikojë gjuhën e ashpër ose të identifikoj pjesën e shantazhimeve, pjesën e bullizimeve në mënyrë që të mbrohen fëmijët të mos binë pre e këtyre cyberbullying që quhen në gjuhën e sigurisë kibernetike. Por edhe kryeministri Rama thot se procedura për mbylljen e TikTok ka përfunduar. Ai thot se platforma do të rikthehet pas vendosjes së masave të sigurisë për të miturit. Në një komunikim online, Rama zbuloi gjithashtu një pjesë nga programi Partisë Socialiste, duke thënë se nga 1 janari vitit 2026, paga minimale do të rritet nga 400 në 500 euro. Ndërsa negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian për antarësimin në Union sipas komisioneres zgjerimi do të mbyllen në vitin 2027. Marta Kos thot se Shqipëria dhe Malizi janë 2 vendet e Ballkanit Perëndimor me avancime më të mëdha në procesin e integrimit. Zyrtarja e Brukselit thot se Tirana është afër vijës së finishit dhe beson se asnjë nga vendet anëtare nuk do të bllokojnë antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Në Kosovë është zyrtarizuar rezultati i zgjedhjeve të nënshkurtit duke i hapur rrugë formimit të institucioneve. Presidenti Osmani tashmë duhet të thërasë mbledhjen e parlamentit të ri dhe më pas nis afati 15 ditor, brenda të cilit Kurti duhet të shpall kabinetin e ri. Por vetëvendosja thot se do të vazhdojë të kontestojë në gjykata rezultatin, i cili nuk i jep Kurtit numrin e nevojshëm të krijojë vetëm qeverinë e re. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar këtë të njëjtë rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, duke i hapur kështu rrugën formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Në një mbledhje pasdite së njëjtës në Prishtinë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi certifikimin e rezultateve përfundimtare me 9 vota pro dhe 2 kundër. 2 antarë televizjes vetëvendosje në KQZ, Sami Kurteshi dhe Alban Krasniqi, kundërshtuan certifikimin e zgjedhjeve në këtë kohë, pasi partia e tyre ka kërkuar anulimin e votave me post dhe rivotim me post, pavarësisht se Gjykata Supreme rrëzoi kërkesën e saj. Ne do të ndjekim rrugët ligjore dhe do ta dërgojmë edhe në gjykatën kushtetuese, tha Kurteshi. Po ashtu, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha përmes një postimi në Facebook se qeveria aktuale deri në zgjedhjet e qeverisë së re nga kuvendi do të vazhdojë të ushtrojë përgjegjësitë që i takojnë pushtetit ekzekutiv. Ai ka thënë se ligji parashes se qeveria dhe të gjithë anëtarët e saj vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre, ndërsa sipas nenit 31 të ligjit për qeverisë aktuale i kufizohen kompetencat. Në këtë nen thuhet se qeveria nuk ka më të drejtë të miratojë nisma apo të nënshkruajë marrëveshje ndërkombëtare për të cilat kërkohet ratifikimi i kuvendit, nuk mund të miratojë ligje, strategji dhe koncept dokumente, nuk mund të propozojë kandidat për poste të caktuara dhe as të emërojë njerëz në pozita publike. 3 kryetar komunash përfshir kandidatin e PDK-s për kryeministër në këto zgjedhje Bedri Hamza, hoqëndor nga mandati i deputetit, sepse sipas ligjeve dhe kushtetutës nuk kanë të drejtë të mbajnë 2 pozita zyrtare. Po ashtu kryetari i PEJ-s Gazmend Muhaxheri, hoqëdor nga mandati i deputetit, dhe do të zëvendësohet nga Arben Gashi, kryetari i Lipjanit Imri Ahmeti do të zëvendësohet nga Paris Gurje, ndërsa kryetari i Mitrovicës së Jugut Bedri Hamza do të zëvendësohet nga Rashid Çalaj. Menjëherë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, hapi i parë është konstituimi i përbërjes së re parlamentare dhe pastaj formimi të qeverisë së re. Sipas kushtetutës dhe rregullores së kuvendit, pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, presidenti Osmani duhet që brenda 30 ditësh të thërasë ancën konstituive të kuvendit. Mandatari më pas ka 15 ditë kohë që t'i paraqesë kuvendit për bërjen e kabinetit qeveritar. Por nëse qeveria nuk formohet as pas tentimit të dytë, atëherë presidenti Osmani, sipas nenit 95 të kushtetutës, duhet të shpallë zgjedhje të reja, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë. Ndërsa tallja me Albin Kurtin nga 2 komedianët rus është bërë virale në Kosovë. Mira postime komentojnë deklaratat e Kurtit, sidomos ofendimet me sfond seksual ndaj Richard Grenell. Eksponentë e opozitës në Kosovë reaguan pas videos Albin Kurtit që ra në Grackën ruse. Lumir Abdigjiku i LDK-s tallet në një video duke vënë duart në kokë, por Vlora Çitaku tha se më shqetësuese është përmbajtja e deklaratave të kryeministrit kosovar. Pas takimit me kryeministrin Netanyahu, zyrtarët në Izrael i kërkuan të largojë presidentit të Republikës Srpska, Milorad Dodik.
Kërkesa erdhi pasi gjykata e Bosnjës i ka kërkuar Interpolit të lëshojë një njoftim të kuq ndërkombëtar për arrestimin e liderit serb pasi ai u largua nga vendi në Izrael ndërsa ndaj tij ishte lëshuar një urdhër arresti, por mbetet ende e paqartë se si ai ka kaluar kufirin nga Bosnja drejt Serbisë. Ndërsa Shtëpia e Bardhë ka tërhequr nominimin e kongresmenes Elize Stefanik për të qenë ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara. Ajo nuk ishte konfirmuar ende për shkak të shqetësimeve për diferencat e ngushta të republikanëve në dhomën e përfaqësuesve. Presidenti Trump konfirmoi vendimin e një postim në Truth Social të njëjtën, duke thënë se ishte thelbësore që republikanët të ruajnë çdo vend në Kongres. Ne duhet të jemi të bashkuar për të përmbushur misionin ton dhe Elize Stefanik ka qenë një pjesë sjetike e përpjekjeve tona që në fillim. Unë i kam kërkuar Elize si një nga aleatet e mia më të mëdha të qëndrojnë në Kongres, tha presidenti Trump. Për më shumë se një javë vijojnë protestat në Turqi. Edhe këtë të njëjtë, mira student kanë mbushur rrugët dhe sheshet e Stambollit. Me pankarta në duar, studentët kanë kërkuar largimin e Erdogan, që prej fillimit të protestave qindra njerëz janë arrestuar mes tyre edhe 9 gazetar. Autoritetet i akuzojnë për kërcënim të rendit publik. Perëndimi nga ana tjetër ka dënuar burgosin e gazetarëve duke i konsideruar goditje ndaj lirisë së shtypit. Ndërsa një studente turke është arrestuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi mori pjesë në protestat pro-Palestinës. Autoritetet amerikane akuzojnë se ajo mbështeti Hamas. E reja u ndalua nga agentët civil pranë shtëpisë së saj. Më parë një student palestinez ishte arrestuar pasi gjithashtu mori pjesë në protestat që u mbajtën në kampusin e tij universitar. Të dy studentët kishin leje qëndrimi në Shtetet e Bashkuara. Një person sulmoi me thik njerëzit në një shesh qendror të Amsterdamit duke lënë të paktën 5 të plagosur. Policia arrestoi autorin e ngjarjes së rëndë, por motivet e saj janë ende të paqarta. Sheshi ku ndodhi krimi është zonë shumë e frekuentuar nga turistët që vizitojnë Holandën. Ekonomia shqiptare ka patur një rritje optimiste gjatë vitit 2024. Sipas Instat, rritja ekonomike vitin e kaluar ishte 4%. Ky nivel ishte më lartë se projeksionet e institucioneve ndërkombëtare financiare si FMN apo edhe Banka Botërore, të cilat parashikonin një rritje me 3.7%. Sektorët që ndikuan në rritjen ekonomike janë turizmi, si dhe ndërtimi, por gjithashtu edhe pasuritë e paluajshme. Pagesat përmes bankës në Shqipëri janë shtuar ndjeshëm vitet e fundit, por ato ende vazhdojnë të mbeten në nivele të ulta. Qeveria kërkon nga bankat të mbështesin bizneset me pajisje për pagesa elektronike për të reduktuar sa më shumë përdorimin e paras kesh si mënyrë për uljen e informalitetit. Ndërsa një 19 vjeçar u riadhesua në Shqipëri nga Sierra Leone në Afrikën Perëndimore. Prindrit e të riut denoncuan rrëmbimin e tij. Sipas dëshmisë së prindërve dhe vetë 19 vjeçarit, ai kishte arritur të shpëtonte dhe shkoi në rajonin e policisë në qytetin Freetown për të kërkuar ndihmë. Një 19 vjeçar u riadhesua në Shqipëri mbrëmjen e të njëjtës. Ema e të riut kërkoi ndihmë pasi sipas saj djali ishte rrëmbyer dhe ishte dërguar në Sierra Leone, shtet në Afrikën Perëndimore ku i rrezikoi jeta. Sipas dëshmisë së prindërve dhe vetë 19 vjeçarit, ai kishte arritur të shpëtonte nga rrëmbyesi dhe shkoi në rajonin e policisë në qytetin Freetown për të kërkuar ndihmë. Oficerët e policisë së shtetit udhëtuan drejt Sierra Leone, ku zhvilluan takim me përfaqësues të Interpol Freetown. Ministria e Jashtme njofton se përmes kanaleve diplomatike dhe partnerëve ndërkombëtar u mundsua riadhesimi i të riut shqiptar në Tiranë pas disa ditësh përpjekje. Sipas policisë, 19 vjeçari ndodhej në gjendje të rënduar emocionale. Ende, nuk ka shumë detaje se në çfarë situate rreziku ndodhej i riu, nuk ka një konfirmim nga burimet zyrtare nëse kishte shkuar vetë në Afrikë apo ishte rrëmbyer, ashtu siç pretendojnë edhe prindrit. Ndërsa mbreti Charles ka anuluar të gjitha angazhimet e tij, monarku me sa duket ka probleme me shëndetin. Pallati mbretëror njoftoi se mbreti kaloi një periudhë të shkurtër në spital pasi pati efekte anësore nga trajtimi që po merr për kancerin. Mbreti Charles ka anuluar çdo event të planifikuar për ditën e premte pasi është përballur me probleme shëndetësore.
Pallati Buckingham njoftoi se mbreti kaloi një periudhë të shkurtër në spital pasi pati efekte anësore nga trajtimi që po merr për kancerin. Por një informacion i mëtejshëm se cilat ishin efektet anësore të tij nuk u bë i ditur. Charles, 76 vjeçar, kishte planifikuar të udhëtonte për një orar të ngjeshur angazhimesh i cili përfshinte 4 ngjarje. Një zëdhënës i Pallatit Mbretëror tha se takimet me 3 ambasadorë të enjten u anuluan gjithashtu. Pallati Mbretëror tha se mbreti Charles u kërkoi falje të gjithë atyre që kishin punuar për të bërë të mundura vizitat e planifikuara. Mbreti dhe mbretëresha Camilla shtyn vizitën e tyre shtetërore në Vatikan në fillim të kësaj jave pas sëmundjes së fundit të Papa Franceskut. Vizita zyrtare në Itali do të vazhdojë në prill me disa ndryshime në programin e planifikuar. Pallati Mbretëror kur nuk ka bërë të ditur se çfarë lloj kanceri ka mbreti. Ai u kthye në detyra publike prillin e vitit kaluar pas një periudhe trajtimi dhe rikuperimi. Mirë, bashkohet me mua në një komunikim të drejt për drejt, zoti Jeton Alimi, analist i zhvillimeve politike në Kosovë. Zoti Alimi, mirëmbrëma, është kënaqësi t'ju kem drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, kënaqësi edhe imja. Zoti Alimi, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ra në grackën e 2 komedianëve rus, duke menduar se po komunikonte në telefon me presidentin e Letonisë, por përveç faktit që të gjithë po tallen në Kosovë me të, çfarë bën të rënd këtë ngjarje sipas jush? Po, ashtu siç e thatë edhe jo, është një pyetje e mirë, po sido që tjetë tash unë besoj që ata komedianët rus kanë pasur ndonjë sekuencë të me lujt faktikisht me figurën tashmë veç ish kryeministri i Kosovës në detyrë se veç ka skanduar mandati edhe sot, sido që tjetë unë mendoj që nuk do të merret as shumë me bujt madhe, për ja pra media në Kosovë e kanë bërë se mund të ndodhë çdo kujt, për ja pra Albin Kurti ka ra në lloj gracës të tyre dhe tash opozita mundohet ta bullizoj apo të përqesh, përse nuk është mirë, faktikisht të njëjtën sen e kanë në hate, kanë dashur t'ia bërë edhe ish kryeministri zoti Thaçi, dhe zoti Thaçi ka në ma i shkakët dhe e ka kuptuar ata dhe nuk ka lejuar, por sido që tjetë unë mendoj që do të kaloj edhe kjo lloj komedianët të rusë dhe është kruciale që duhet të themelon institucionet e Kosovës sot është bërë certifikimi i zgjedhjet të nënshkurtit të këtij viti dhe unë nuk mendoj që të llojmë hapësirë më shumë këtyre komedianëve rus se sa të themelon institucionet e Kosovës dhe Kosovën e preshin shumë sfida, zbatim i marrëveshjes së orit dhe vetëm menaxhimi të se sa të merrem me këta komedianët rus, ata e dimë shumë që apresin për rusëve dhe për Serbisë armikët tonë shekullor dhe nuk do t'i dhon hapësirë shumë, po si të shtjet, ja pra e kanë bota në Kosovë ashtë madhë që nuk është dashur, po ja pra letjet në karakterin çdo kujna dhe unë mendoj që nuk është mirë për çështjet kryeministri i Kosovës, i mirë i kesh me ato që është, si do të jetë i bën çdo bisubet e veta dhe nuk është dashur me bo kaq madhe, po si dësht tjetë e kanë bo dhe qa me bo, po si dësht tjetë do të ecim matutje me procesin që e presi Kosovën shumë dhe Kosova dhe Shqipëria dhe gjithë mini Ballkani perëndimor e kanë vendin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Patjetër që duhet të ecim me proceset që presin Kosovën në vijim, zoti Alimi, dhe gjithashtu fokusi më i rëndësishëm nuk ishte thjesht te komedianët rus, por të ngjarja, të ato çfarë kryeministri Albin Kurti deklaroi në këtë bisedë fake, le të themi që pati me këta 2 komedian, por çfarë tregon për ju kjo ngjarje, le të themi, për diplomacinë e Kurtit, për stafin e tij, madje ti e përmendë në diskursin tuaj, dhe dikush do pyesë që pse në këtë grack nuk ra pikërisht ish presidenti apo ish kryeministri zoti Hashim Thaçi, pasi një gjë të tillë komedianët e kanë provuar edhe me të herët. Sido që tjetë e dim shumë mirë qeveria e Kurtit tash në shkuarje dhe e dim çfarë ministrit të jashtme ka pasur çfarë niveli të asoj diplomacia, ju shkoi mandati dhe asnjë njohje nuk ka ardhur. Fal Bexhet Pacollit edhe njohja e re nga Kenya. E dim shumë mirë zoti Kurti personalisht është shumë profesional, po këshilltarët i ka tejet të dobët dhe nuk kanë ministrat asnjë nivel çfarë kërkohet duhet jetë. Kosova ka mjaft kuadra, apo javra kryeministria zoti Kurti
po mos t'i prur profesorët universitarë dhe shoqërinë civile, ende më shumë se ka shumë njerëz të fushave që mund të kontribuojnë, po ja pra ai gabimi, siç e thatë edhe ju shumë mirë, nuk është dashur të ndodh, po zoti Kurti ka radhë dhe ka dhënë ca informacion që nuk është dashur dhe por opinionin është shumë është e keq dhe as pak profesionale, po le të jetë ndërgjegjjen e zotit Kurti dhe le të jetë CV-n e Kurtit. Është e dashme edhe për Kosovën, po dhe vetë zoti Kurti dhe gjithë atë popullat që kanë votuar zoti Kurti mbi 40%, ja këto jemi mbetë që nuk formojnë institucionet, po është bë buje madhe dhe është dashur buje madhe, po jo këtë nivel çast shumë, po sido që tjetë tash Karon Grackën e komediani rus dhe nuk është dashur të ndodh, duhet të jetë më agjel, më suqel, dhe duhet të ketë njerëz të fushët dhe jo të bëhet ata këshilltar sa për që e paqe, sa për një rrëpagës, po ja pra këshilltarët janë alfa dhe omega, po një kryeministër, si që zoti Kurti, po çdo kryeministër. Zoti Alimi, dikush do të thoshte që kjo intervistë nuk është transmetuar e plot. Madje ka patur në momente të veçanta edhe një farë montazhi. Dhe dikush, nga ana tjetër do thoshte që Albin Kurti mund të ketë cënuar edhe sigurinë e Kosovës. Mund të ketë dhënë informacione të rëndësishme të cilat mund t'i përdorin, le të themi, rusët, apo ja? Pra, prandaj kjo ngjarje sa te fokusi i komedianëve apo mënyra se si ata janë munduar ta vënë në lojë kryeministrin e Kosovës mbetet sigurisht edhe në aspektin e sigurisë së vendit, apo ja? Fiks, ashtu one na edhe si jurist të fushës, edhe si profesionist, na nuk duhet të lëshohemi në hipoteza. Une folën bas prova, nëse veç aludohet, apo thjesht po dyshohet që zoti Kurti ka dhënë informacione kredibile që nuk është dashur, e dim me ligjin Kosovë, me kodin penal dhe me kodin procedurës penale, çdo informacion pa marrë parasysh nëse është dhënë është vepër penale dhe do të ndjekët. Po na nuk mund të japim hipoteza nëse s'ka argumente fakte se për një jurist për çdo sistem të favorur ligjor duhet të ketë fakte dhe argumente dhe për vepruar. Zoti Alimi, kam edhe një pyetje të fundit për ju. Albin Kurti apo edhe njerëz nga stafi i tij janë munduar të justifikohen me frazën që kjo ngjarje ka treguar që Rusia është e fiksuar me Kosovën. Por a është Rusia e fiksuar me Kosovën apo Albin Kurti me Richard Grenell dhe opozitën? Unë mendoj që janë edhe Rusia është e fokusuar me Kosovën, po edhe Albin Kurti është e fokusuar me Grenellën dhe një parpor nuk mund të justifikojnë ata këshilltarët. Unë thash nëse vërtetohet që ka montazha dhe ka argumente tjera se video që ka dhënë zoti Kurti informacione kredibile dhe sekrete duhet të ndjekët penalisht pa marrë parasysh nga Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës, por ne nuk duhet besoj që një kryeministër i jam i Republikës Kosovës që ka bua si gabime, po nëse veç ka, duhet të dalin në pa dhe të vërteton nga organe ligjbatuese që a është vërtet montazh apo ka fol vetë zoti Kurti. Sido që tjetë, pozicioni zoti Kurti tash kryeministër në detyrë, edhe juridikisht edhe zyrtarisht se ka kaluar mandati dhe janë certifikuar rezultatet e zgjedhjeve në shkurt të këtij viti. Dhe tash i jetë, veç pak lutem, tash i jetë zotit Kurti të sharoj vetëm para opinionit dhe e ka një halt të madh zoti Kurti që na e dim njerëzit të fushës se gabimet që ka bo me administratën e kaluar me trasht dhe pikërisht me zotin Grenell se din mos t'ju akmerët ato ofendime siç ja kanë bërë dhe e din shumë mirë që mund të apret zoti Kurti dhe unë besoj që nuk do t'i akmerët zoti Grenell, po veç nëse fillon të akmerët është mirë zoti Kurti. Por mbi të gjitha zoti Alimi le të shpresojmë që Albin Kurti në këtë mandat të ri, nëse ai do arrit të formojë qeverinë e re, të ndryshojë qëndrim si me Bashkimin Evropian, ashtu edhe me aleatët tanë strategjik siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Alimi, ishte kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje në ora e fundit. Mirë, këtu kemi ardhur dhe në fund të këtij programi. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni edhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.